Sot jemi me Elton Muçën, videograf, një kolegi imi, njihemi edhe më përpara, është nga Elbasani. Ka vite që merret me arte të ndryshme më the, edhe me muzikë, edhe me videografi në nivele profesionale. Elton, shumë faleminderit që pranove ftesën dhe shpresoj dhe mezi po pres kemi një bashkëbisedim shumë të këndshëm dhe të bukur. Të falenderoj shumë shoku im Geni, e vlerësoj shumë këtë lloj ftese, është diçka që unë nuk e kam bërë më përpara. Faktikisht është një gjë që neve edhe na prek edhe s'na prek, sepse është diçka që neve gjatë gjithë kohës jemi, si thosh, mbrapa kamerave. Edhe kjo është një risi që e kam shumë emocion që pa bëj, edhe ndihem shumë në siklet. Shpresoj që të na shkojë çdo gjë mirë dhe të uroj suksese për këtë iniciativë që po bën. Faleminderit shumë, po nuk e pse më pas siklet fare, se jemi ne të dy prapë që po flisnim edhe pak para 30 sekondash pa kamera. E kuptoj. Akoma s'kan filluar njerëzit më na pak, kështu që mos kemi. Është vërtet, po ndihem, domethënë fiks po mendoj se çfarë mendojnë njerëzit kur ndihen para kamerave, domethënë që ne e shohim me sy tjetër që shiko këtu se s'ka për të ndodhur gjë, do rish i qesh, do rish shumë, po realisht që e ka shumë me sikletë me të rish para kamerës. Do të dikujt tjetër më që mos e ke siklet për me dalë në kamerë, se është shumë e thjeshtë. Që e ka shumë e vështirë, realisht që e ka shumë e vështirë, edhe si ndjerë sikur je në një Big Brother që dikush të vëzhgon. Edhe duhet të jesh shumë i kujdesshëm se çfarë flasësh. Këtu do na vëzhgojnë më shumë se një besoj. Kështu që mos ruaj fare. Shumë. Se hall pa dal dikush që të na e bëj kritik, atë ato do doja fakt që të na bënë kritik, se gjithmonë kemi kritiku. Shiko, Elton, që të fillojmë bashkëbisedimin, se duke qenë se edhe pyetjes kemi të përgatitura dhe gjërat janë spontane, na bën një prezantim shumë të shkurtër. Si të njohin njerëzit ty përveç tash i para kamerës, se deri tani të kanë njohur gjithmonë pas kamerës, na trego pak si të njohin njerëzit para kamerës. Po. Tani po ja nis me një prezantim të shkurtër por edhe të gjatë. Domethënë unë e kam nisur fillimisht jam marrë me pjesën e muzikës. E kam nisur me duke bërë kurse për filharmonik për një farë kohe 6-7 vjeçare, domethënë kam qenë që i vogël, jam imponuar mas muzikës, e kam pas shumë pasion, shumë qef, shumë dëshirë, edhe eca gjithmonë me idenë që do vazhdoja një ditë kur të rritesha, do merresha vetëm me muzikë. Por jeta, si thosh, të hedh sa me ikra, të ndryshon drejtimet, të ndryshon rrjedhën dhe ti asnjëherë nuk e di se çfarë do kesh me ata një lumi ose me ata një deti, domethënë. Edhe mbas muzikës vitin e parë domethënë kam ndryshuar komplet profesion për shkak të disa gjërave, kohën e regjistrimit shumë të shkurtër dhe nga muzika unë kam kaluar në degën e elektrikës. Kam bërë si thosh 5 vite jam marrë me elektrike, shkollën elektrike, por njëkohësisht domethënë jam fokusuar edhe punoja, kam nisur si DJ. DJ për të parë kam dalë në moshën 14 vjeçare, kam qenë tek mini matura e shkollës me një laptop vogël, me një foni që e kishte vetë lokali edhe ja 50 muzike që mund të kem pasur unë atëherë. Edhe më dukesh diçka domethënë jashtëzakonisht shumë e sikletshme, shumë emocioni i madh, domethënë frikë vetvete, por ja dola domethënë. Edhe kam punuar gati 15 vite si DJ. Njëkohësisht me pjesën e DJ-t futa dhe pjesën e filmimeve, kamerës, punoja bashkë me vllajin, të dy gjithë këto vite domethënë edhe ja kam kaluar shumë mirë, shumë emocione, shumë frikë, pasion, dëshirë për punë, por besoj se ja kam dalur dhe do vazhdoj t'ja dal. Me gjithë të prezantim që bëne, më kanë ardhur shumë pyetje dhe besoj e kam kriju dhe unë atë idenë time se nga do ta sjellim, si të themi, këtë bashkëbisedimin. Edhe unë jam i fushës, si ti, unë jam marrë gjithmonë me video, nuk kam bërë pjesë tjera të kësaj fushë, po di që kemi edhe një të përbashkët që e kemi pak të trashëguar pjesën e eventeve. Unë kam nga babi im që ka mbi 30 vite që merret me këtë punë, ti nga babi jot që e kishe muzikant. Po. Unë për vete kam pas gjithmonë një lloj nuk të thoj vështirësi, po sfidë që edhe më ka sjellë tu ku jam. Babi tim nuk i pëlqente kurrë. Ose të paktën nuk më thoshte kurrë. Domethënë babi im nuk më thoshte kurrë mua që sa e mirë kjo. Gjithmonë gjendem për të kritikuar. Dhe normalisht për shumë kohë gjithë këto gjërat që bëja doja t'i tregoja babit që shifi se e bona mirë. Dhe vjen një moment që po nuk komentoj më, do të thotë që po i pëlqen. Po, është vërtet. Sa e vështirë ka qenë për ty, ti je pasues i babit tat në këtë lloj pune, sepse do ai ka pas komunitetin e vet, ai ka pas klientelën e vet dhe disa nga klientët vinë te ne.
Sa e vështirë është për ty kjo pjesë? Kjo ka qenë shumë e vështirë për faktin sepse babi im domethënë ka punuar prej vitesh me muzikë, ka qenë nëpër dasma, nëpër evente të ndryshme, domethënë edhe si të thuash njerëzit në atë kohë kur kishte muzikën, dashuroheshin me muzikën domethënë, edhe shikoshin po vjen një orkestër nga filan zonë, e pritsin me krah hapur. Edhe në këtë kohë domethënë që unë nisa të merrem me muzikë ose edhe me pjesën e kamerës, edhe mundohesha gjithmonë më shumë që ta përfaqësoja sa më mirë, edhe tisha që edhe njerëzit domethënë po vjen djali filanit, edhe sot e kësaj dite domethënë kur ka zona që unë nuk i njoh, më marrin telefon edhe gjëja e parë që më pyesin është je i djali filanit, domethënë edhe se bëj punën e mirë, më marrin si thosh edhe kanë besim plot vetëm për emrin e babait që kam. Domethënë përveç faktit që është një privilegj, është dhe përgjegjësi shumë e madhe kjo trashëgimia, ëh? Është shumë e madhe sepse duhet të qëndrosh me përpikmëri dhe të jesh si thosh mbi babain, domethënë të bësh diçka që ta ngresh edhe vlerat e tij. Një hap më shumë domethënë. Edhe me kohën që kemi ardhur besoj se është e mundur çdo gjë. Shiko, kisha një pyetje në fakt, po është pak kontradiktore se do thoya muzika apo video, po përdesa po merresh me video, besoj përgjigjja është brenda. Bën dasma. Po, bën aktivitete ndryshme. Ti kishe bërë atë videon aty klarinetistit që ishte me Vinçin, që ishte diçka virale, ajo. Domethënë po ta quash, se unë kam shumë thjesht të bëj një intervistë për gjë të tillë se merrem vet. Ka sfida, ka gjëra të bukura, ka gjëra që kënaqesh, ka gjëra që stresojnë, ka gjëra që thosh nuk merrem më me këtë punë, ka gjëra që të bëjnë thosh do të merrem vetëm me këtë punë. Kush të pëlqen më shumë? Dasmat, reklamat apo te kjo fusha e videografisë? Ç'a të pëlqen më shumë për të bërë në përditshmëri ose që shkon me shumë qejf, se me qejf shkon çdo lloj pune, por me shumë qejf. Shiko Geni, puna e dasmave ndryshon me punën e reklamave, ndryshon me punën e udhëtimeve që kam filluar të po i bëj, ndryshon me punën e një televizioni që do merresh si thua me diçka posaçme, por secila ka bukurinë dhe lezetin e vet. Dasmat mendoj janë shumë bukura, i kemi shumë tradicionale, shumë të këndshme, por deri diku bëhen dhe të bezdisshme nga janë, domethënë sepse është gjatë gjithë kohës e njëjta monotoni, e njëjta gjë, domethënë e dim se ku do nisi edhe e dim se ku do përfundoj domethënë. E dim se çfarë do ketë përbërjen e saj, e dim se si do vazhdoj apo se si do realizohet. Puna e reklamave mendoj se ka më shumë rëndësi edhe shumë lezet sepse është diçka që ti mund ta fantazosh dhe mund ta krijosh sipas dëshirës tënde. Sepse me kohët e fundit domethënë ti mund të shikosh shumë video virale në të gjithë botën, është teknologjia ka avancuar shumë, ke mundësi të përparosh, ke mundësi të zhvillosh, ke mundësi që kur shikon një video X në botë për shembull thua pse mos ta bëj edhe unë këtë lloj gjëje. Edhe mendoj që pjesa e reklamave ose edhe udhëtimeve është më afrueshme për të bërë diçka kreative më të lartë se sa pjesa e dasmave, mendoj. Pavarësisht se janë fokusuar shumë, kam ide që punoj te dasmat. Po, janë më fitimprurse, me thënë realitetin. Shikom, unë herë mas here marr dhe mundimin bëj një story shumë gjatë, një tekst ku du të kritikoj gjithë njerëzit për mënyrën se si bën dasmat. Edhe e fshi prap. Sepse them do mësulet në njëri, do ta marrë njëri personale, do thot dikush që jo pa e ka pa kjo unë, se normalisht diku e kemi pa një fenomen. Tani këtë përgjegjësi ti ma lej mu, se do ta bëjmë pyetje dhe ti do më përgjigjesh. Çfarë do i thoje dasmorëve të bëjnë ndryshe nga mënyra se si bëjnë dasmat? Shiko, çfarë do lloj gjëje që ti thosh dasmorëve, mas birës 3 ose të 4, ajo do të jetë po e njëjta gjë që ato kanë dëshirë me bë vet. Domethënë ne nuk i ndryshojmë dot gjërat, do t'i lejmë të rrjedhin siç kanë ecër edhe do vazhdojnë të ecin. Domethënë realiteti ose për të bërë si europianët ne s'kemi për të bërë asnjëherë, sepse ne kemi traditat tona që janë të bukura, janë të lezetshme, se kam pas shumë edhe punë që kam pasur edhe jashtë, ndryshon si nata me ditën, domethënë pjesa e dasmave, e fesave që bëjnë shqiptarët me krahasuar jashtë, sepse ato i bëjnë gjëra shumë herë më të thjeshta, shumë herë më të pakta, diçka organizative të shkurtër edhe kaq mbarovi. Neve bëjmë një kujtim që mbahet në mend gjithë jetën. Eventi më të madh që kemi dasmën është. Edhe unë për veten time dasmën time është e vërtetë. E shoh her pas here. Është e vërtetë, është kënaqësi. Çiko, mu për shembull mendoj që në 99% të eventeve që unë kam bërë, mu më kanë pëlqyer. Shumë rrallë ndodh që them u mërzita të ky event dhe përgjithsisht vjen nga lodhja. Nga lodhja mbi tepër, sepse kur jenë sezon lodhesh, ngarkohesh, edhe fjalën më të vogël e merr për keq, veprimin më të vogël e merr për keq, është njerëzore. Po ato momentet që t'japin kënaqësi.
Se unë them, duhet i mësojmë më shumë tyre momenteve që na japin kënaqësi. Se kemi një punë që është realisht e bukur. Kemi një punë që t'jep kënaqësi, ta mendosh gjithë verën 30-40 dasma nga 200-300 veta, i bie ti tako 12.000 veta mesatarisht në një verë. Është vërtet. T'jep shumë kënaqësi. Desha di kënaqësitë tuaja për shembull. Kënaqësi të jep jashtëzakonisht shumë. Është shumë e bukur, edhe s'ka gjë më të bukur kur përfundim të një dasme, domethënë një çift ose familjar të thon bravo të qoftë, e kishe qarë, e kishe nxjerrë shumë bukur. Kjo është kënaqësi më vete. Po kënaqësi më të madhe se ta ndjesh, që jesh marrë me muzikën dhe ta ndjesh live çdo gjë nuk ka. Kjo është gjëja më e rëndësishme. E shijon, edhe argëtohesh, edhe punon në të njëjtën kohë. Kjo është e mira punës tonë fakt. Që gjithë dhe thonë e keni interesu ju se u kënaqet me punën anë kënej, po është pjesë e procesit që nuk e shmang dot. Por mu për shembull, pjesa që më jep kënaqësinë më të madhe. Dikush do thotë lekët, a kupton? Lekët janë domosdoshmëri që nuk i shmangim dot. Po pjesa që më jep kënaqësi më të madhe është që në shumicën, mos them të gjitha dasmat, kur vjen prindit ose të nusës ose të dhëndrit, të falenderojnë dhe të përqafojnë. Se ky përqafimi që t'japin t'jepin kënaqësi, domethënë një afrimitet tjetër, a kupton? Edhe kjo është diçka që mu për shembull më lën bresa dhe më bën shumë të lidhem edhe me klientin. Sa rëndësishme është lidhesh me klientin shpirtërisht? Lidhja me klientin është gjëja më kryesore që mendoj se mund të ketë në një bashkëpunim për punë ose edhe për shef. Sepse kur je bashkëbisedim ose je një me klientin, ai di se çfarë do i bësh, edhe ti di se çfarë do ai, edhe i ke si thush gjërat shumë më të lehta dhe e di se ku do të realizosh atë në qëllimin tënd ose punën tënde që ai dëshiron. Shiko, duke qenë se tregu i punës tonë është i mbi populluar, sidomos kohët e fundit, po shoh qasje të ndryshme që kanë videografët, fotografët. Disa lejnë shumë për të dëshiru. Ka një sjellje, unë do e quaj arrogancë, është vërtet, po. që nuk bën sens një artist arrogant. Ka disa të tjerë që kanë një sjellje inferioritet, ndjen shumë inferior në punë. Kanë frikë, i thon po për çdo gjë e gjitha. Ka dhe nga ato tjerët që i duket vetja më mjeshtrat dhe nuk i intereson fare asnjë lloj gjëje, edhe pse mund mos jenë. Është vërtet kjo gjë. Ç'a pike do sugjeroje ti të mbajnë një videograf i moshës tonë që ka një farë eksperiencë dhe ka prap një eksperiencë për të bërë. Sepse ne i kemi edhe disa vite tjera. Se ne jemi këtë 30-tat edhe plus 30. Po, është vërtet. Domethënë, ç'a pike të mbajmë ne? Ku ti rrim ne? Mendimi im për një punë që bëjmë është që në radh parë ne të kemi etikën, të kemi komunikimin. Nuk ka lidhje fare as pagesa, as gjëja që do bësh ti. E rëndësishme është që ti të kesh një komunikim, të kesh dhe një sjellje që dikush që do të marrë, që do të besojë një punë ty, në radh parë të ndihet i kënaqur për atë që ti je, për vlerat që ti ke, për pozitivitetin që ti do shfaqesh. E dyta pastaj mendoj që është të tregohesh shumë korrekt edhe shumë, si thosh, diçka që e bën, bëja tamam. Mos e bëj as pak, as shumë, as keq, as mirë. Po bëje diçka që çdo person ndihet i kënaqur, ta pëlqejë atë gjë që ti bë. Sepse në fundit ai është një kujtim që do mbahet me gjithë jetën. Shikoj, duke qenë se të dy jemi në të njëjtin nivel të menaxhimit punës, do ta quaj, sepse marrim përsipër të gjithë eventin, si në foto, në video, të ekranit, të dronit, të gjitha dhe kemi bashkëpunëtorët tanë. Unë gjithmonë patjetër kam një këshill që e jap gjithmonë çunave që punojnë me mua. Unë ka dash Zoti që gjithmonë i kam pas afatgjate bashkëpunimet. Ashtu siç i ti keti. Për shembull kam Marcelin, kam Ibon, çuna të tjerë që kemi vite, që jemi edhe shok, edhe punojmë. Dhe i them gjithmonë që shiko, përveç sjelljes që duhet të jetë shembullore, që ti, domethënë, të kesh një edukat, ti transmetosh pozitivitet sa do i lodhur ti jesh, ti transmetosh siguri sa do i mërzitur ti jesh. Ju lutem mos ja prishni shefin kurr dasmorit. Këtë i them. Mos i thuaj kurrë jo. Ai një herë martohet. Ka shefin e vet. Mos ja prish shefin. Nuk na kushton diçka neve sepse ne i dim kostot tona. Edhe me qenë diçka që kushton pak. Mos ja prish shefin sepse të kthehet në mënyrë ndryshme. Çfarë i thu ti këtyre djemve që bashkëpunon me ta? Në momentin që kanë ardhur me emrin tat. Gjëja e parë që duhet bësh është duhet të jesh pozitiv, duhet të jesh i qeshur, dikush të kërkon një foto, dikush të kërkon një video, duhet të shkosh me gjithë mirësjelljen, me gjithë kuptimin, me gjithë dashurinë, domethënë, më ja realizu, më ja bëtën. Qëndrimi sa më i qeshur, sa më i veshje serioze, mendoj, jo shumë arrogante, por serioze, edhe prezenca
sa më e sakt, mendoj se ka fiton pikë. Sepse duke u paraqitur tamam tek një person, tek një familjar me korrektesë, që nga orari, domethënë që thot tjetri në orën 10 fillon dasma, ti duhet të jesh i gjysore një orë përpara me bë veglat gati, që tek pjesa që thot do më kapësh filmimin kur hyn nusja, te pjesa që duhet të jetë vallëzimi këtë lloj forme. Mendoj se duhet të jetë korrektesa në radh parë, edhe buzëqeshja edhe pozitiviteti. Shikon, Se nga njëherë nuk të vinë dhe fjalët, i kenë në mendje, por nuk vinë te goja. do me bë një ndërhyrje ndoshta Po, më thuaj. pak jashtë teme. Unë me Eltonin, fillimisht kemi komunikuar nga Instagrami, është hera parë që takojmë me live, po e them gjithmonë që është një lloj energjie që krijohet me njeriu, edhe tash që po të shoh mirë që po më ngjan shumë e veten dhe si pamje. Është e vërtetë, edhe unë kam parë edhe rrjetet sociale, di që po- edhe kur rrik shumë profil, domethënë. Jo, tash që po të shoh këtu, po më dukesh, si po shoh veten time, ti pak më kështu në mjekrë më të kuqe. Imagjino Po të më kishim duket sikur të fol dhe vetja ime. un kam Edhe dhe më pëlqen vllaj shumë që ngjaj shumë, domethënë jemi prej gati 2 vitesh, edhe kur shkojmë se vllai për momentin jeton në Gjermani, ka gati 5 vite. Kemi pas punuar më përpara bashk, edhe vazhdon edhe kësaj dite domethënë që sezonin e verës, edhe vitin e ri, po edhe kur kam ndonjë fluks për shembull që është bie fjala 2-3 dasma që qëllojnë rresht, ai ka më mirë me ardha ai këtu me punu me bashkëpunu me njëri tjetrin se sa me marr dikë tjetër. Edhe ne ngjajmë zakonisht shumë. Edhe është diçka domethënë që shumë njerëz na ngatarojnë shumë nëpër dasma. Më thon mua një gjë, pastaj ja kërkojnë llogari vllajt, ose i kërkojnë vllajt, ma kërkojnë mua. Edhe Jo, edhe unë gjaj me vllajin tim, po më duket sikur po gjaj jemi pa atë po thosha domethënë se e nisa për këtë qëllim, po ti ishte edhe vllai im këtu do të ngjashim si 3 vëllezër. Shiko, po më jep një kënaqësi realisht kjo bashkëbisedimi. Realisht po më jep shumë kënaqësi ky bashkëbisedimi, se jemi edhe në Belç, është jashtëzakonisht shumë vend i bukur. Eltoni është nga Elbasani. Unë i thash, do të prezantojmë si çunin e zonës, po Jo, e kam kënaqësi që të prezantohem dhe në Belç sepse kam shumë shokë, miq, klient dhe punë që i kam bërë, sidomos në zonën përqark rreth Belçit dhe janë njerëz të mrekullueshëm. se pak a shumë kemi një njëjtën histori, ta thash. Rastësisht. Kush të ka mbështet më shumë fillim fare? Mbështetja më e madhe ka nisë nga familja, sidomos nga babai, domethënë që e ka pas gjithmonë iniciativë edhe dëshirë që të trashëgoj ose të fusi në linjën e tij çunat e tij. Edhe ka nisur nga babai, domethënë ka pas dëshirë, ai vetë ka pas punuar me klarinet, duke parë që unë që shmarr ca kohë me muzikë, me filharmonik, mendovi ishte edhe kjo koha që u futën shumë pjesa e DJ-ve, edhe mendovi që atëherë pa shumë, se unë s'ja kisha shumë haberin, se kam qenë i vogël, 12-13 vjeç domethënë që i kam marr veglat, porositëm një laptop me sakrifisa, me çdo gjë domethënë, patëm porosit në jashtë, në Amerikë, kur erdhi këtu nuk dishim ta përdorshim, nuk dishim ta nisshim me muzikat, me shoqëri, me familjar, avash, po babi ka qenë gjithë kohës shtys, domethënë që më ka mbështetur, edhe kam dalë besoj këtë rrugë, edhe besoj të vazhdoj të ngrihem akoma edhe më lart. Shiko, është shumë shpresdhënëse kur dikush thot më mbështet familja, se ka shumë vetë që i mbështet familja, ka edhe shumë vetë që nuk i mbështet. Jo nuk i mbështet në kuptimin që nuk do që t'ja dali. Se familja po të kundërshton se do të ruaj. Po, është vërtet. Nuk e ka se do të kundërshtoj ty që ti mos ecësh. Ajo do të ruaj se ka frikë, se din se si është jeta, e din se si është bota. Tashi ti edhe familjar vet, ke nis krijosh dhe familjen tënde që fillon normalisht nga bashkëshortja. Nuk besoj që bëj gabim që e përmend. Do doja shumë të më tregosh pak marrëdhënien që ke ti me bashkëshortën tënde në kontekstin e punës, sepse ne jemi në kontakt me njerëz vazhdimisht. Është vërtet. Edhe me njerëz të bukur. Se ndasëm gjithë janë të bukur. Nuk mund dërim sot nuk më ka ndodhur ndonjëherë të them që në një dasëm ishte dikush i shëmtuar. Duke qenë se janë në kontakt me njerëz të bukur, ka dhe goca të bukura. Po, është vërtet. A bo xhelozi nusja jote për këtë pjesë? Shiko, nusja mund bëhet sa doj xheloze. Është xheloze, s'është xheloze. Por ajo di se çfarë personi ka marrë, edhe e di që unë kam vetëm një drejtim, edhe nuk kam për të kthyer sy sa majta sa djathtës, pavarësisht se puna jon është detyrimisht, domethënë që ti do të shikosh gjatë gjithë kohës njerëzit në sy, sepse po del mirë, s'po del mirë, një të buzëqesh, një të rrin me inat, por nuk besoj se bëhet, edhe nuk është bërë xheloze për këtë pjesë. Kush është sfida më e madhe që has ti në përditshmërinë dasma? Kur them sfida, gjëra që ta vështirësojnë pak punën. Jo gjëra që ta bëjnë të pamundur. Mu për veten time është këto
nuset që vinë vonë në klip. Këto me thonë drejtën, nuk më lodhin, thjesht e di, i them Ibos që hajde ikim 2 orë përpara. Po, me qenë buk, brenda. pim kafe, Po, rrim atje, se nuset do vonojnë 2 orë 3. Është e njëjta gjë edhe për neve. Domethënë kur thot një nuse që do ikim me një klip në Divjak, do ikim me një klip te Gjiri Lalzit, bie fjala, nëse ajo të thot do vinë orën 9, dije që ai ka për të ardhur në orën 11-12. Edhe ne i marrim gjithmonë për parasysh të lloj masësh edhe fiksi ty, domethënë të njëjtën gjë, shkojmë 1 orë, 2 orë përpara për të qenë neve korrekt me ato, pavarësisht se asnjëherë shumë rrallë, 99% njerëzve domethënë nuk janë korrekt me orarin që thon. Kjo ndodh edhe jo për shkak të fajt atyre, sepse ndodh për shkak të parukierëve, ndodh për shkak të trafikut, ndodh për shkak të problemeve të ndryshme. Edhe i marrin përsipër këto lloj gjërash, por duke qenë buzëqeshër, jeta vazhdon. Më pëlqen te puna jote, sepse edhe siç e the vetë, që the pjesa tradicionales i bëjmë shumë të bukura. Edhe unë qoftë se i sugjeroj gjithmonë, kur dikush këshillohet me mua lidhje me dasmat, unë përgjithsisht përzihem çiftit. I them, do që të flasun nga eksperienca ime, kjo, kështu ndodh, kështu boje, kështu del më bukur, pastaj e vendoset. Pëlqen shumë dasmat tradicionale. Domethënë, që nga marrja e nusës, që shumë veta, kjo marrja e nusës na lodh. Për mua është shumë e lezetshme, shumë e bukur. Çfarë mendon ti për këtë pjesën tradicionale të realizimit dasmave shqiptare? Ne kemi ngel të tradicionale edhe të vazhdojmë, besoj edhe do vdesim me tradicionalen. Edhe s'ka për ndryshuar kur. Është diçka e bukur, është diçka e lezetshme. T'jepi kënaqësi, t'jep dhe lodhe normalisht, sepse me shku një marrje nuse që në 7 mëngjesit, që në 6 mëngjesit, se Dhëndri është nga Elbasani, bie fjala nusja është nga Shkodra, detyrimisht ti do të shkosh shumë herët për ta marrë nusën. Ka shumë lodhe, ka shumë vështirësi, por është diçka e bukur, diçka që i herë bëhet për atë çift, pavarësisht se për ne bëhet, mund bëhet çdo ditë për shembull, ka lodhe, ka stres, ka përgjegjësi shumë madhe, por është diçka e bukur. Ja vlen. Për mendimin tim janë vlen të bëhet, sepse edhe kur vinë tuaj që rastisin në dasmat shqiptare, sidomos kohët e fundit domethënë kemi pas shumë krushnjë Dhëndri shqiptar nusja angleze ose nusja gjermane, edhe kur vinë krushnjit tu, ngelen të mahnitur edhe të befasuar domethënë se çfarë dasmash bëjmë neve, që ato si nuk mendoj se i imagjinojnë, jo ma të realizojnë ato lloj gjërash. Me që më dha rasti që doli kjo dhe e përmendë shumë bukur. Edhe unë doja ta theksoja që vlera më e madhe që kanë dasmat shqiptare është tradita. Dasmat tona janë dasmat tona janë tradicionale. Edhe kjo tradita e bën të bukur edhe për një të huaj që s'ka lidhje. Mu më ka ra të bëj dasma edhe jashtë shtetit. Edhe kur bëhet dhe e marrja nusës jashtë, me flamur, me makina, me veshje kombëtare, me veshje popullore. T'jepi lloj ndjesie që dalin njerëzit në rrugë duke bë foto, më video të huaj. Është vërtet. Edhe të kap një lloj krenarie që gjithë këto njerëzit që pretendojnë me bë dasma moderne janë të parët që ja postojnë shqipët në Europë, shqipët në Itali, a kupton? Edhe unë them që kjo është një gjë që duhet të shkruhet diku, se si bëhet një dasmë tradicionale. E kam menduar unë. Kjo do punë studimore, a kupton? Që të shkruhet diku. Se po na ndodh shumë kohët e fundit që shkon dasëm thotë, po tani ç'të bëjmë? Marrim nusët, futet nusja në shtëpi, dhe secila zonë ka traditën e vet. Ndryshon nga zona. Si vazhdon tradita ju? Po se di, se janë gjithë emigrim, a kupton? Po duhet shkruan diku, a kupton? Është dhe pak detyra jon si videograf. Është vërtet. Është detyra jon që t'i orientojmë. Si mendon ti për këtë pjesë? Shiko, ke drejt plotësisht sepse Shqipëria që nga veriu deri në jug nuk është se ka një mirëqend një dasëm njësoj ose një dasëm ku diun që do vazhdoj kështu do vazhdoj. Shqipëria ndryshon nga zona në zona. Unë flas për zonën e Elbasanit, domethënë Elbasani është shumë krain shumë e madhe dhe ndryshon nga zona Librashtit, zona Peqinit, zona Belçit, kanë secili traditat dhe ato gjërat e veta. Por unë me aq sa kam parë dhe aq sa di domethënë i jap vinë në zonën e Belçit, i jap këshilla ose ide domethënë që shiko, unë në përdasmat kështu kam parë që nusja kur hyn brenda vendos dorën me mjalt bie fjala tek muri ose ka një traditë tjetër që i knojnë gratë nusës, këtë lloj adeti, këtë lloj tradite domethënë. Mundohem që gjithkohës që të jap këshilla me aq sa di dhe me aq sa kam parë. Po mendoj se pjesa më e madhe e njerëzve nuk kanë informacione, çiftet e reja domethënë që kanë filluar dhe ta zbejnë pjesën e traditave, i bin shkurt, nuk i realizojnë disa gjëra. Mendoj se vlen që t'i japim disa këshilla një çifti ose t'ja bëjmë që përpara që tek pjesa e prezantimit që shiko do bëjmë këtë lloj gjërash, t'ja rindisësh gjitha nga e para se nëse ai dëshiron i bën, nëse ai nuk dëshiron, normale që është në dorën e tij.
Është ajo pra që bën një takim para dasmës kur vin, çka keni planifikuar, si e keni menduar, çfarë mendoni të bëjmë diçka, i sugjeron diçka të bukur. Shiko, ka i pjesë se për ndërpres, ka i pjesë që ka takime përpara, ka i pjesë që edhe nuk ka takime përpara. Jo, them para se kon dasma. Po, se edhe ndryshon plani 700 herë gjatë rrugës. Fiks, se ka dhe i pjesë për shembull që jetojnë jashtë edhe vinë ditën e dasmës për të bërë dasmën dhe se kanë haberin fare, domethënë që llojnë pa përgatitur. Shiko, duke qenë se po i mshëm dasmave që jemi të dytë fushës, se mund bëjmë dhe një bashkëvizitim një të ardhme për fusha tjera, po t'i rrim kësaj. Duke qenë se dasmat janë bërë tip investimi në Shqipëri. As janë të kushtueshme, realisht janë të kushtueshme. Duke filluar nga pagesa jonë, muzika, lokali. Jo, mëse ne nuk i marrim shumë. Shumë në krahasim me çfarë ishim, them, Po, e vërtet. Ne na bi të bashkëpunojmë edhe me njerëz që realizojnë dasmën, por që nuk bëjnë punën tonë, siç është ndriçimi, muzika, dekori, lokali. A ke vështirësi apo si i menaxhon ti këto bashkëpunimet me këto? Se janë shumë të rëndësishme. Është shumë e rëndësishme. Bashkëpunimi, sidomos një stafi, kameraman, DJ, orkestër, dekori, lokali, ndriçimi, kanë shumë rëndësi që të kenë një bashkëpunim me njëri tjetrin, sepse ndodh shumica e dasmave për shembull që secili shef punën e vet, por në fundit i prishin punë gjithë njëri tjetrit, domethënë, sepse që tek dekori ose që tek ndriçimin, nëse diçka nuk është vendosur në vendin e duhur, në kohën e duhur, me ndriçimin e duhur, edhe filmimi ose edhe muzika do dalë ashtu siç priti. Edhe çifti në fund fare kërkon llogari, thotë pse s'ka dalë dasma bukur mu, ndërkohë që e shef një dasmë x madhështore që ka dalë me organizim perfekt. Un kam pas dasma me thënë realitetin dhe me organizator që janë paguar për punën e organizimit, edhe kur vjen puna nuk kanë dalur, ka dalë jashtë rrjedhës, jashtë pritshmërisë, sepse vetvetiu edhe njerëzit fillojnë dhe dalin jashtë konceptit të vet, domethënë. Është fiks ajo, plus që ka dhe kushtëzime, domethënë që ka shumë dasmorë, shumë të ftuar. Zonat tona këtej i bëjnë dasmat me radhë, vallat, domethënë duam t'i respektojmë që të gjitha. E nis familja, e nis daja, e nis xhaja, me radhë, shumë mirë dhe në rëndësi. Por kur shkon afër fundit, shef që ora ka ikur, lokali ka dasëm tjetër për darkë, edhe del jashtë pritshmërive, domethënë edhe prish edhe organizimi. Por mendoj që më kryesorja, një bashkëpunim i gjithë stafit me njëri tjetrin të dalë një dasëm perfekte. Shikon, normalisht, kur shohim punën e tjerëve, do bënim diçka ndryshe, siç dikush do bënte diçka ndryshe te puna jonë. Se unë kam shumë të rëndësishëm të marrëdhënien ndër njerëzit me njëri tjetrin, mes kolegëve, mes gjitha. Çfarë të pëlqen shumë tek mënyra se si punojmë gjithë dhe çfarë do bëjë ndryshe tek mënyra si punojmë gjithë? Më pëlqen. Pa i rënë, domethënë, kohë personale. E kuptoj. Më pëlqen shumë mënyra se secili nga ne bën punën e vet, e kam pasion, e kam dëshirë kur shoh një X orkestër, një këngëtar, një ashtu që kënon me dëshirë, me pasion, me vullnet, ose një DJ, ose një ndriçim, ose një dekor që bën diçka shumë bukur, e kam shumë dëshirë, por neve, si thosh, pjesa e kameramanëve, fotografëve, shohim edhe detaje që ato mbase nuk i vënë re. Domethënë ka gjëra që mund të rregullohen, ka detaje që mund zbukurohen, ka gjëra që mund të përshtaten ngjyrat me njerëzit, me ambientin, me atmosferën, domethënë duhet çdo gjë e një trajshme ose karshi me atë që po ndodh. Është atmosfera, duhet krijohet atmosfera me ndriçimin, duhet krijohet atmosfera me njerëzit, duhet krijohet atmosfera me stafin, me u angazhu më shumë, domethënë. Këtë mendoj. Shikoj, çdo kush nga ne ka një pikë të fortë. Normalisht se përderisa kemi klientë që na kërkojnë, do të thotë që kemi një pikë të fortë që ata i kanë mbajtur lidhur me ne. Kush mendon që është pika jote më e fortë? Gjeni, unë mundohem me veten time që t'jem rreth parë, t'jem korrekt. Më thot diçka, një X person, me than filan orë, filan kohë, filan gjë, mundohem ta bëj edhe t'jem prezent për korrektesën rreth parë. E dyta, mundohem që edhe cilësia mos t'jetë as e keqe, nuk po të flas për të mirë se s'dua të lavdëroj veten, por mundohem që t'jem me ditët e sotme që t'jem njësh me kohën. Edhe mendoj se është pika ime më e fortë, që korrektesa edhe cilësia. Shiko, për mua është shumë e rëndësishëm edhe karakteri që ka artisti. Kemi raste për shembull që takohesh njësh po merr nusën, dikush po nxjerr nusën, edhe janë disa që kanë një lloj energjie që nuk s'japin fare arsye për t'i përshëndet ose gjitha. Por mua është shumë e rëndësishëm mënyra se si ti afrohesh me çdo njeri. Duhet të më tregosh pak ti
si afrohesh. Duhet një rutinë shumë shkurtër që ngrihesh, shkon te atje, ç'a bën. Si është një dasëm për ty, a kupton? Si fillon një dasëm për ty? Një dasëm për mua fillon me energji pozitive, se normalisht që të gjithë domethënë kur ngrihen mëngjes kanë dëshirë që ta përfundoj diçka kështu dhe përfundon, si thosh, realiteti është i lodhshëm, sepse është shumë i lodhshëm. Po e nisim domethënë që tek pjesa vajtjes së shtëpia do prezantohesh me familjen, do fillosh adetet e veshjes së dhëndrit, do bësh gati, do ikësh marrësh nusën. Pastaj do takohesh me kolegë që shte dhe ti domethënë që ka kolegë që të përshëndesin, nuk i kushton asnjë lloj gjëje me përshëndet pavarësisht se çfarë roli ke ti apo sa i rëndësishëm je ti. Unë mund të jem shumë i ulët, ti je shumë i lartë, po do të vi një ditë për shembull që unë mund të jem shumë i lartë e prapë do të përshëndes ty, edhe ti e anasjelltash. Është çështje karakteri, besoj se ka lidhje pozicioni, është karakteri. Po, mendoj se ka të bëjë edhe i pjesë domethënë me një mallësia ose arrogancë, është diçka domethënë që nuk i kushton asnjë lloj gjëje. Ne heqim veçantë pjesë, nuk më kushton gjë dhe mua se më foli Geni apo nuk më foli Geni për shembull. Unë shikoj detyrën time me qenë pozitiv dhe me bë punën që të mec, or fundit po u nisë negativ do përfundosh ditën domethënë. Po u nisë pozitiv, ashtu do të shkoj dita. Edhe diskutohet. Ka lodhje, do nisësh, do marrosh pjesën e procesit marrë nusës, pastaj do shkosh tek dasma. Dasma normalisht që është përgjithësi shumë e madhe, është lodhje shumë e madhe. I ke marrë veglat, i ke vendosur tamam, si ke vendosur, mungon një gjë, mundohemi me qenë gjithë kohës 1 orë, 2 orë përpara, që të kemi çdo gjë, çdo lloj problemi për shembull, me marr parasysh me rregullu. Që të jetë kontroll. Që të jetë kontroll. Edhe dasma besoj se vazhdon shumë mirë. Shumicat e dasmave përfundojnë zakonisht shumë mirë, edhe të kënaqur. Pavarësisht se pjesa e pijeve e dim. Që folën vetëm për gjëra të bukura, gjëra të mira. Kur është sfida më e madhe që ke kaluar, ose sikleti më i madh që ke kaluar në herë në dasëm? Sikleti më i madh, shiko, me kohën që po vjen, që modernizohet, mendoj se janë lehtësuar shumë gjërat. Flasim për këtë lloj kohe tani. Ma përpara ka pas probleme, domethënë që ishin fillimet, nuk i njihej mirë bazat, nuk i njihej mirë aparatet, do vuje, dilte një tabel, një gjë, ngecesh, bllokohesh e keq fare. Por mendoj tani shqyr Zotit janë modernizuar shumë gjërat, shkojmë të përgatitur, shkojmë me aparat shtesë, shkojmë me kolegë shumë, edhe me rënë një problem, besoj se e kemi zgjidhur në tavolinë. Kjo është gjë më e mirë, domethënë që shkoni përgatitur. Shiko, bashkëbisedimet për dasma nuk marrin kurrë. Asnjëherë. Unë do doja një mesazh prej teje për të gjithë videografët e ri. Kur them të ri janë ata që kanë 1 vit, 2 vite, 3 vite që kanë filluar. Një mesazh që ti ke ndoshta se revoltohet nga njeriu, edhe do ta të thotë diçka. Nuk do mira personalisht gjitha. Do një mesazh për mirë edhe një kritik që do t'i bësh dhe ta mbyllim. Shiko Geni, neve kemi nisë të lloj pune, edhe se dim do përfundojmë të lloj pune apo do ndërpresim do të kalojmë në cikël tjetër. E rëndësishme është për gjithë secilin, unë jam as kushi për të gjykuar apo për të dhënë mendime, por rëndësishme është që diçka që e bën, bëje me dëshirë, bëje me pasion, bëje me harmoni, t'jesh ti rreth parë i kënaqur, i gëzueshëm, pastaj të jenë dhe njerëzit, se po që ti janë dhe njerëzit. Edhe duhet me qëndru korrekt edhe me majt fjalën se për ata që thu. Edhe cilësia mendoj më mirë mundohu, fokusohu, mëso, studio, avanco për pjesën e cilësisë, korrektisë, edhe me pjesën e zhvillimit, se sa të qëndrosh në vend. Domethënë nuk ka fund dituria. Tash i duhet ta mbyllim se thash nuk mbaron kurrë. Është sa thjesht qenga. Është shumë e thjeshtë, por është diçka që na vën siklet kur shikojmë atë kamerat të Po realisht unë e shijova shumë, u kënaqa shumë. Të falenderoj shumë. Edhe mund ta them me plot bindje, më duket sigur kam qenë duke folur me veten time. Edhe mua më duket sikur kam një pasyrë përpara, por që pasyrë që më bën pyetje. Edhe duhet t'i përgjigjem. Do na duhej shumë kjo pasyrë se unë faktikisht një nga podcastet që mendoj në të ardhmen është duhet dikë që të më pyes. Po, është vërtet. Ti do të shprehësh. Me sa kuptoj. Unë do të shprehem shumë, unë kam shumë gjëra që do të them, po të thash edhe një herë, duke qenë se unë komunikoj me njerëzit, duke qenë se unë jam bashkëbisedim, vazhdueshëm me njerëz, unë jam shumë aktiv me rrjetet sociale. Edhe po ta them diçka vet, do ma marr dikush personalisht. Jo, nuk mendoj. Gjithsesi ka nevojë të shpreh. Po më pyet Marceli, se unë konsultohem shumë me çunat e mia, kupton, për çdo gjë, pa ta bënë një story. Thash që, shiko, mos ma merrni personale në momentin që ju them jo për podcastin. Sepse gjithë kanë qef me fol, gjithë, po okay, më vonë. Po për momentin nuk është koha. Duhet çdo gjë në kohën. Sepse ka nga ato që janë 17-18 vjeç dhe kanë një tjetër mendësi, e kupton? Edhe më thotë, po pse e bën ti atë story, thotë, a kupton?
Edhe i thash e kisha personale me dikë, a kupton, sepse nuk desha me ja thon. Edhe prandaj them që du edhe të më intervistoj dikush. Kjo është diçka shumë e bukur me u shpreh sepse ne nuk kemi, si thosh, nuk kemi shprehur asnjëherë. Unë kam qenë fillimet e mia që kam dalë 1-2 herë në televizion edhe për gati 20 vite domethënë s'jam marr fare, kam qenë gjatë gjithë kohës mbrapa dhe nuk e di, të lind një dëshirë kur shikon dikë që flet, që shprehesh edhe ti. Shiko, edhe lançimi i podcastit që ka bën fillim fare ky ishte. Nëse ke diçka për të thënë, Po, një mesazh për transmetu, hajde ta themi bashkë. Mbase kjo mund ndryshoj rrjedhën e jetës tonë për shumë gjëra. Dikujt tjetër, nëse ndryshon tonë të dikujt Po, tjetër. është e vërtetë. Sepse vjen dikush që dëgjon, motivohet, thot prit se ka edhe dikush që mendon si unë. Një dikush jep një mendim tjetër, një më shtuar. Një mendim ndryshe, a kupton? Sepse ne jemi mësuar, mua për vete, nga që mund pa të bëj një video virale në Instagram, në TikTok të verë, fillon të më ftu disa televizione. Po unë jam shumë kundër këtyre ftesave. E kuptoj. Çfarë do flasim? Që me eci video, po shko me burrin e ujë, jo mund se video po. Është vërtet. Jo pa të flasim për traditët. Po unë isha edhe vjet. Unë isha edhe i dasëm më përpara, a kupton? Tani dola unë të flas për traditët. Nuk jam unë nuk jam studiues traditësh. Unë kam një eksperiencë me dasmat dhe kaq. Edhe të tilla gjëra duhet i shpreh, a kupton? Që ne flasim çfarë kemi përjetuar, ose çfarë përjetojmë gjatë kohës. Edhe një ndër arsyet domethënë një ndër pikat e mia kryesore kjo është, në bazë të eksperiencave. Sepse teoria është shumë e bukur gjithandej. Ama eksperienca tregon ndryshe sepse siç thënë ti, ne kemi një punë që mas got shishës 3 birrës ndryshon situata. Po, është më rrjedh. Në momentin që s'ka pjesë njëri ne jemi në rregull, çdo gjë shkon dhe pastaj është detyra jote ta menaxhosh situatën. Ne nga miq bëhemi armiq, domethënë është një problem shumë i madh. Bashkëbisedimi me ty, sidomos që jemi të njëjtë shfush, jemi moshatar, jemi gjithë, do kishte fond, po për shkak të kohës mos na lodhen edhe dëgjuesit, duhet ta mbyllim, duke të falenderuar shumë. Të falenderoj jashtëzakonisht shumë për të ftesë dhe të uroj suksese, sepse është një iniciativë dhe diçka shumë e bukur për profesionin që ke. Faleminderit. Shumë faleminderit. Tash i do të